Kardiologu jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, rrisin kolesterolin në gjak. Hipokrati në mënyrë të famshme citoi: ushqimi le të jetë ilaçi juaj, edhe kjo vlen edhe për shëndetin e zemrës. Dieta është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për shëndetin kardiovaskular dhe ndikimin që ka ajo në nivelin e kolesterolit të lartë në gjak. Prandaj, për të patur një dietë të shëndetshme që të ndikojë pozitivisht kundër problemeve të kolesterolit, atëherë duhet të fokusoheni te ushqimet e zgjedhura dhe të evitoni ato të cilat shkaktojnë rrëndesë të madhe në arterje. Më shumë se 600.000 njerëz humbasin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare në SBA çdo vit. Shkaku kryesor i vdekjes si për burrat ashtu dhe për gratë, sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve CDC, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Janë ushqime të cilat të ndikojnë negativisht në rritjen e presionit arterial dhe shkaktimin e kolesterolit dhe bllokimin e venave, gjë e cila mund të shkaktojë gjithashtu probleme të shëndetit tuaj dhe të shkaktojë probleme të atakut kardiak. Në këtë video, sipas ekspertëve, do të rendisim disa nga ushqimet të cilat duhet të evitoni me patjetër nga dieta juaj, pasi dihet se ndikojnë negativisht në shëndetin kardiovaskular dhe bllokimin e arterjeve nga kolesteroli. Prosciutto, sallami dhe mishra të tjera të përpunuara janë të dëmshme për shëndetin tuaj dhe mund të ndikojnë negativisht edhe në krijimin e problemeve të kolesterolit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përcaktuar se ngrënia e mishit të përpunuar mund të shkaktojë probleme të shëndetit tuaj dhe të ndikojë negativisht edhe në atë kardiovaskular. Prandaj, nëse jeni një person i predispozuar që të vuani nga problemet e shëndetit të zemrës, duhet të evitoni me patjetër nga menuja juaj këto ushqime. Patatet e skuqura dhe ushqimet të tjera të përpunuara dhe të paketuara janë të dëmshme për shëndetin tuaj kardiak dhe mund të ndikojnë gjithashtu edhe në përkeçimin e situatës suaj. Qëndroni larg nga ushqimet fast food ose nga patatet e skuqura, pasi përmbajnë gjithashtu shumë yndyrna në gatim dhe janë të dëmshme jo vetëm për trupin, por edhe për shëndetin tuaj kardiak, citon studimi. Ëmbëlsirat gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj të zemrës dhe të rrisin përkeçimet e shëndetit kundër kolesterolit. Edhe pse janë shumë të mira, ëmbëlsirat janë shkaku kryesor i diabetit, gjithashtu edhe i rritjes të riskut të problemeve të shëndetit kardiak te pjesa më e madhe e personave që i konsumojnë ato. Teprimi me proteinë në menun tuaj ditore mund të ketë efekte negative kundër këtyre shqetësimeve. Marrja e shumtë e proteinës në dietën tuaj mund të jetë e vështirë për shëndetin e veshkave dhe të shkaktojë edhe komplikacione të rënda të tyre. Ndaj, ato të cilët janë të predispozuar të vuajnë nga shëndeti i veshkave, mund të kenë edhe probleme me marrjen e proteinës që mund të shkaktojë edhe rritjen e problemeve të kolesterolit në organizëm. Ushqimet fast food janë super të dëmshme për organizmin tuaj, sidomos edhe atë kardiovaskular. Shumica e restoranteve të ushqimeve të shpejta që mbajnë hamburgera dhe pulat duhet të shmangen, sepse praktikisht nuk ka asgjë në menu që janë të shëndetshme për ju. Edhe artikuj që nuk janë të skuqur janë zakonisht të pasuruar me shumë kripra dhe aditiv që mbajnë ato të mos prishen. Sa më larg të qëndroni nga konsumi i fast foodeve, aq më shumë përfitime do të keni në shëndetin tuaj kardiak, citon studimi. Pijet energjike, që pjesa më e madhe i konsumon vazhdimisht në dietën e tyre, ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të zemrës dhe jo vetëm. Fermentimi gjithashtu është i dëmshëm për ju. Ekspertët tregojnë se friman duhet i shmangin ato sepse kanë sheqer të shtuar, plus përbërësit që mund të shtojnë problemet si presioni i lartë i gjakut dhe aritmia gjenden me shumicë tek to. Prandaj, nëse jeni një person i predispozuar që të vuani nga sëmundjet e zemrës, kolesteroli i lartë, gjithashtu edhe problemet të ndryshme kardiake, duhet të evitoni nga dieta juaj pijet energjike, pasi ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiovaskular. Ushqimet me kripë të tepërt janë të dëmshme për organizmin dhe si të tilla duhet t'i evitoni me patjetër nga dieta juaj.
Problemi më i madh i kripës qëndron te sasia. Sa më shumë kripë të ketë ushqimi juaj, aq më shumë probleme do të krijojë ai. Nëse jeni një person që vuani ose jeni të predispozuar ndaj këtyre shqetësimeve, sigurohuni që të evitoni ushqimin me kripë të tepërt nga dieta juaj. Sa më shpejt që t'jetë, aq më mirë për shëndetin tuaj. Vaji i kokosit është një tjetër ushqim negativ për shëndetin kardiovaskular. Ajo gjithashtu ka shumë yndyrë të ngopur, më shumë se dhjami i derrit. Është përdorur në disa studime për të nxitur arteriosklerozën, bllokon arteriet dhe është shumë i dëmshëm për trupin tuaj, citon Freeman. Ekspertët tregojnë se sa më shumë ushqime të dëmshme t'i evitoni nga dieta juaj, aq më shumë përfitime do të keni në ruajtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Ruajtja e niveleve të duhura të kolesterolit është çelësi për një zemër të shëndetshme dhe një organizëm më të fuqishëm. Nëse keni kolesterol është pak më i lartë se normalja, mos u shqetësoni. Është e rëndësishme të rregulloni dietën tuaj me produktet e duhura ushqimore, gjithashtu edhe të evitoni ato të cilat ndikojnë negativisht në këto procese. Ekspertët, sipas Healthline, kanë renditur disa nga ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të pandara të dietave tuaja, edhe për të evituar kështu problemet me kolesterolin. Tërshëra. Tërshëra është e njohur për aftësinë e saj për të ulur kolesterolin për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave të tretshme, veçanërisht beta-glukan. Këto fibra reduktojnë gjithashtu thithjen e kolesterolit nga trupi juaj. Peshku yndyror. Peshqit yndyror të tillë siç është për shembull salmoni, sardele dhe skumbri janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të përfshihen fare lehtë në dietën tuaj të përditshme. Sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj, siç janë peshqit yndyror, aq më shumë përfitime do të keni për shëndetin kardiak. Edhe arrorët janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohen fare lehtë në dietën tuaj. Bajamet, arrat gjithashtu edhe kikirikët përmbajnë yndyrna të pangopura të cilat ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të tepërt në trupin tuaj, duke dhënë kështu rezultate mjaft të mira edhe në ruajtjen e kolesterolit të mirë. Nga ana tjetër, vaji i ullirit është një tjetër produkt fantastik i cili mund të luajë një rol pozitiv kundër këtyre komplikacioneve dhe të rrisë kështu rezistencën e trupit ndaj këtyre shqetësimeve. Vaji i ullirit është një vaj veçanërisht i pastër me element që ndihmon në uljen e kolesterolit. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin e zemrës dhe të paktën një lugë gjedhe vaj ulliri çdo ditë mund të jetë një përfitim shumë i mirë për shëndetin tuaj kardiovaskular. Në dietën tuaj gjithashtu mos nguroni të shtoni edhe bizelet ose bishtajore të ndryshme. Thjerrzat, qiqrat, bishtajoret janë të pasura me fibra të cilat janë të tretshme dhe ulin nivelin e kolesterolit LDL. Ato gjithashtu do të përmbajnë nivele shumë të mira të proteinës për të qenë një mburojë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Sigurohuni që në dietën tuaj të përfshini sa më shumë produkte natyrale. Një prej tyre është edhe avokado. Avokado është plot e përplot me yndyrna të pangopura dhe fibra që ulin nivelin gjithashtu të kolesterolit në gjak dhe mbajnë larg komplikacionet e tyre. Në dietën tuaj shtoni edhe ushqimet e sojës. Ushqimet me sojë, ushqime të tilla siç është për shembull tofuja, qumshti i sojës janë të pasura me proteina, element këto të cilët do të luajnë një rol fantastik për organizmin tuaj. Përfshini sa më shumë produkte natyrale. Kështu do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll problemet që i kanosen shëndetit tuaj kardiovaskular dhe do të evitoni nga dieta juaj edhe dëmet që rëndojnë atë. Është e rëndësishme që nëse vuani nga shëndeti i zemrës, të konsultoheni me mjekun tuaj her pas here, të bëni një përzgjedhje të duhur të dietës individuale dhe të evitoni nga dieta juaj të gjitha ato faktorë të cilët shkaktojnë probleme me ritmin e rrahjeve të zemrës, gjithashtu edhe ndikimin negativ të tyre. Është e rëndësishme që çdo gjë që bëni të konsultoheni me mjekun për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në mënyrë të pavetdijshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.